Mirë, përsëri tani do t'jetë publiku protagonist në numrin e radhës, por në këtë rast me telefonata, sepse do t'lidhemi dhe të gjithë e kuptojnë me TV Ersekën. E presim! Përshëndetje Ersekse dhe Erseksa. Mirë se erdhët në televizionin tuaj më të dashur. Sot do të vazhdoj me një konkurs tjetër, me konkursin e poezisë. Pres telefonata tuaja me poezi të krijuara po nga ju. Telefonat e parë, alo, përshëndetje. Alo. Urdhoni. Ta them një poezi mo. Patjetër. Qeli molla mbi bregore, u bëfiqua me dashnore. O? Qeli molla për një orë, se që zun me presh në dorë. O, bo, faleminderit, zonjë poezia ju a ju shënua. Pres telefonata të tjera për poezi të tjera. Telefonata tjetër, përshëndetje. U të falet, një pose, ti më falet dashurit. Alo, Alo, qa është kjo, më? vjersha pra, Qa vjerse, më? se s'pëlqe? Po kjo është këngë, mëre. është për atë, mos a faba të hitë, që është e trimi poplis. Ore, zotri, qa do të marrëshun? I 10.000 lek shdo në buri dhe... Qa 10.000 lekë shërë, unë jam në emision ku ta jap? Po hidhe se posh palatit jem që t'i thyva gjomat. Ore, zotri, pa i këtë lutem shumë qa 10.000 lekë që t'japën ty tani, ikë të lutem largohë. Ka edhe njërës të tilë, nese do të në pres një moment telefonata, sepse do të lidhe me gazetarin tim, pra gazetarin e TV Ersekës në Londër, i cili do t'informoj diçka. Përshëndetje! Një lajm i mirë vjen nga Bashkimi Evropian. Duket se shumë shpejt do të ndodhë liberalizimi i vizave për Shqipërinë, por edhe nëse liberalizohen vizat, në Londër lesh keni për të ardhur. Sepse Londra nuk është në hapësirën Schengen. Për TV Ersekën, Muhamet Veliu, Londër. Faleminderit Muhamet për informacionin, ndërkohë vazhdoj me konkursin e poezisë. Telefonata tjetër, përshëndetje. Qeli molla kokra kokra, brekët e kuqe i veshmoza. I varë qdo dit. I varë qdo dit drek më drekë, ngellën burat me kokë për pjetë. Moj zonjë, po të lutem shumë, t'je the njërë poezin tënde. Po i kam poemu, more, s'kam baruar, se jam motra na infrashërit unë. Pa qa motra na infrashërit mere, botoj poemën, ik tani. Vazhdoj pres poezi, po nga autor të tjerë tashmë. Alo, përshëndetje. Nuk kam poezi se dua të përshëndes vjerën time. Ua, nusja e parë që po përshëndet vjerën. Po me që rast, këshu? Me rastin e 40-ave të vjerit tim. I them në kokën tënde tani. Faleminderit, zonjë. Telefonata tjetër shpresoj për poezi. Alo, përshëndetje. Alo, Gjëgji Ersekse dhe Erseksa? Ata theme dhe unë një vjersh. Po më të keqen Gjëgji, në thoj një vjersh të bukur nga ato të shkollës. Tralala, e ti, Lili, jam e inë në shtëpi. Bënde tyrat në fletore, o të qefi do të dhe dashnore. Të keqen, Gjëgji, të keqen. I di këto punë të dashnoreve ti? Pa si nuk i di ma Gjëgji, thua shqyqyr që bëjmë edukat seksuale në shkollë, se do të kisha djali në klasë paralele tani. Të keqen, Gjëgji, ti. Të nderuar teleshikues, më mirë të mbyllë emisionin se e nxjerrin shumë situatën fëmijët. Faleminderit për vëmendjen nga TV Erseka, natë e mirë.